Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ndëruar vëllezër, ne për gjatë ligjëratës para namazit të teravive u mundum me shpjegu se sa e rëndësishme është që besimtarit ketë dashuri për Allahun te bareke ve teala. Përmendëm edhe disa prej atyre treguesve që dëshmojnë se dikush e do Allahun një mend. Tani po kam dëshirë t'ju sjell një tregim i cili është paksa emocional, është paksa i veçantë, i cili e sjell para nesh një tri, i cili e ka manifestuar në mënyrën më të mirë të mundshme dashurinë për Allahun te bareke ve teala. Në vitin e 9 të Hijretit, kur Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte në betejën e Tebukut, një natë prej natëve, Abdullah ibn Mas'udi, Allah të qoftë i kënaqur me të, thotë shikova dhe nuk e gjeta Muhamedin alayhi salatu wassalam në shtratin e tij. Shikova, po kështu nuk ishte as Abu Bekri dhe as Omeri. Dëgjova sikur dikush po gryente në tokë. Prandaj pash një dritë dhe shkova të shikoj se kush ishte dhe çfarë bënte. E pash Muhamedin alayhi salatu wassalam, i cili e kishte hapur një varr. Pranë tij ishte një kufon, ndërsa Ebu Bekri dhe Omeri ishin afër tij. E pyeta ai dërguari i Allahut, kush është ky njeri? Tha, është vëllai yt Abdullah Dhul Bijadaini, ka vdekur dhe ne tani po e varrosim. Është ndër rastet e rralla kur Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka hapur varrin me dorën e vet, kur e ka marrë dikë e ka varrosur me dorën e vet dhe jo vetëm kaq. Ka qajt Muhamedi alayhi salatu wassalam aq shumë sa që lotet e tij kanë rënë mbi qefinin e këtij sahabiu të nderuar. Dhe ka thënë një fjalë e cila është vërtet e jashtëzakonshme. Ka thënë: "O Allahu im, unë ndava i kënaqur me të, andaj je edhe ti i kënaqur me të. O Zot, ne po e varrosim këtë njeri, unë jam i kënaqur me të si dërguari yt dhe ti bëhu i kënaqur me të." Abdullah ibn Mas'udi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: "Nuk kam dashur tjetër gjë vetëm se unë të isha në vendin e këtij triu." Pra që këtë lutjet Muhamedit alayhi salatu wassalam, këtë përkujdesjet Muhamedit alayhi salatu wassalam që me të marrë me dorë edhe me të fut në varr, nuk ka mirësi, nuk ka nder më të madh se sa kjo. Nderuar vëllezër, kush ishte Abdullah? Edhe pse Muhamedi alayhi salatu wassalam e veçoi me këtë përkujdesje, pse aq shumë e deshi Abdullahun? Pse qajti për të? Abdullahu ka qenë një jetim, i cili nuk ka qenë në fillim musliman. Në një ditë, kur muslimanët kanë migru prej Mekës në Medinë, i ka parë disa sahabe, edhe i ka pyetur se ku po shkonin. Thanë: "Ne jemi musliman, ne jemi duke ndjekur Muhamedin, ne jemi duke ndjekur fenë e tij. Prandaj po migrojmë nga Meka në Medinë." Fillun edhe ja shpjegun islamin dhe Abdullahu bë musliman. Abdullahu nuk ishte njeri i rëndom, ishte i ri, ishte 15 vjeçar, mirë po xhaxha i tij aq shumë e donte, sa që kujdesej për të më shumë se sa për çdo tri tjetër që ishte në rrethinën e Mekës. Ishte i vetmi që kishte kali në kohën kur ishte nder një i ri me pas një mushk. Ishte i vetmi që kishte rrobat më të mira. Prandaj një ditë shkoi tek xhaxha dhe i thaksisoi: "Unë kam vendosur që me pranu islamin, edhe me shku tek Muhamedi në Medinë." Xhaxha i tha: "Është vendimi yt, mirë, po nëse vendos me shku tek Muhamedi, gjithçka që unë të kam dhënë ty, duhesh me ma kthy. Me fillu me rroba, me fillu me kalje dhe me të gjitha. Ja ktheu." Mirë, po i kishte vetëm një palë rroba mbi trupin e tij. Tha: "Ndalo, edhe ato rroba që ki, edhe ato janë të mia." Prandaj Abdullahu shkoi e mori një rrobë të trash, një rrobë që nuk është rrobë e lëvdueshme, një rrobë që nuk i ka hije, një pasaniku, e ndau në dysh, edhe për atë arsye ka marrë edhe emrin Dhul Bijadain, pra ai që ka dy rroba, e mbuloi auretin e tij dhe e vendosi sipër një rrobë dhe shkoi tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. E la jetën luksoze, e la pasurinë, e la dëfrimin, e la argëtimin për çka? Vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala, vetëm për hir të dashurisë së tij. Prandaj Allahu xhelle wala e nderoi me një dëshmi që jo çdo kush e merr.
e pati dëshminë se i dërguari i tij Muhamedi alayhis salam është i kënaqur me të, prandaj ai me lejen Allahu xhallahu ala do ta ketë xhenetin, është një thirrje për gjithë ne. E vetëm për vëllezërit tanë të rinj që t'i japim përparësi fesë së Allahut më shumë ndaj çdo gjëje, nga se nëse e bëjmë për hir të Allahut, është ligji i Allahut që kush braktis diçka për hir të tij, Allahu do t'ia kompenzojë edhe më të mirë. Allah na i kompenzov të gjithë ato që i lëm për hir të tij edhe më të miran. Allah na mësoj xhenetin, Allah na pranoj namazin.